çfarë shkruajti media kroate. Kush është Christian Prenga, shqiptari që për pak sa nuk e tronditi Anthony Joshuan? Deri pak ditë më parë, emri Christian Prengës njihej kryesisht nga adhuruesit e boksit profesionist dhe komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetëm një ndeshje mjaftoi që emri i tij të pushtonte mediat ndërkombëtare. Përballja me ish-kampionin e dyfish të botës Anthony Joshua e vendosi shqiptarin në qendër vëmendjes së sportit botror. Madje edhe media prestigjioze kroate 24 sa ta i kushtoi një artikull veçantë duke pyetur kush është Christian Prenga, shqiptari që për pak sa nuk e tronditi Anthony Joshuan, nga oroshi mirditës drejt skenës më të madhe të boksit. Historia e Christian Prengës nuk është ajo një sportist si që u rit me luks apo me kushte ideale. Ai lindi në 24 janar të vitit 1991 në orosh të mirditës, një zonë malore në veri të Shqipërisë. Fëmijëria e tij kaloi në një periudhë të vështirë ekonomike ku puna fizike ishte pjesë e përditshmërisë së familjes. Në intervistat më parshme, Prenga ka treguar se që në moshë fare të vogël ndihmonte tatin në punët e rënda dhe se familja ishte shtylla më e fortë e jetës së tij. Pikërisht ky formim, sipas mediave kroate, ndikoi në karakterin e tij luftarak dhe këmbgulës. Nga kickboxi në boksin profesionist. Përpara se të hynte në ringun e boksit profesionist, Christian Prenga ndërtoi emrin e tij në kickbox. Aty fitoi 2 tituj europian dhe më pas vendosi të kalonte në boks profesionist në vitin 2016. Edhe pse nuk ishte një karrierë të gjatë në boksin amator, ai arriti të ndërtoi një rekord mbreslënës duke fituar pothuajse të gjitha ndeshjet me nokaut. Ky stil agresiv bëri që shumë specialistë konsideronin si një nga më goditësit më të fortë të kategorisë së rënd. Ndeshja që ndryshoi gjithçka. Kur u zyrtarizua përballja me Anthony Joshua, shumë analistë menduan se shqiptari ishte zgjedhur vetëm si kundërshtari që do t'i shërbente rikthimit të britanikut. Joshua konsiderohej favorit absolut. Pak veta besonin se shqiptari mund ta vinte atë në vështirësi, por ajo që ndodhi në ring i habiti të gjithë. Në sekondat e para të sfidës, Christian Prenga hyri pas një kompleks inferioriteti. Ai sulmoi menjëherë, goditjet ishin të forta, të sakta dhe me një intensitet që Joshua nuk e kishte parashikuar. Rezultati ishte befasues. Britaniku përfundoi 2 herë në tapet gjatë raundit të parë. Arena mbeti në heshtje. Komentatorët flisnin për një nga surprizat më të mëdha të viteve të fundit në peshat e rënda. Media kroate bota mësoi se kush është Christian Prenga. Artikulli 24 sat, i ribotuar edhe nga mediat shqiptare, thekson se deri në atë fundjavë emri Prengës ishte i njohur vetëm në rrethin e ngushtë të boksit, por përballja ndaj Joshuas ndryshoi gjithçka. Sipas mediave kroate, shqiptari jo vetëm që i rezistoi kampionit të botës, por ishte shumë pranë një prej befasive më të mëdha në historinë moderne të kategorisë së rënd. Përvoja bëri diferencën. Megjithatë, sporti i nivelit më të lartë nuk të fal. Joshua tregoi përvojën e tij. Pas 2 knockdowneve, ai ndryshoi menjëherë mënyrën e luftimit, filloi të përdorte distancën, të kontrollonte ritmin dhe të priste momentin e duhur. Në raundin e dytë, britaniku goditi me kombinime të forta, duke detyruar arbitrin të ndërpriste sfidën me nokaut teknik. Humbje që rriti reputacionin. Paradoksalisht, kjo humbje mund të jetë fitoria më e madhe e karrierës së Prengës. Shumë sportistë humbasin pa u vënë re, por shqiptari humbi duke bërë që e gjithë bota të fliste për të. Media ndërkombëtare cilësoi fillimin e tij si spektakolar, ndërsa tifozët e boksit mbetën të habitur nga fuqia e goditjeve që rrëzuan Joshuan. Rekord që flet vet. Christian Prenga hyri në këtë duel me një rekord mbreslënës. Ai kishte ndërtuar një seri fitoresh me nokaut duke fituar reputacion si një nga goditësit më të rrezikshëm të peshës së rënd. Karriera e tij zhvilluar kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ai stërvitet dhe zhvillon shumicën e ndeshjeve profesionale, shqiptari që fitoi respektin e botës. Edhe pse rezultati nuk ishte ai që dëshironin tifozët shqiptar, paraqitja e Prengës fitoi respekt. Në rrjetet sociale, mira shqiptare përgëzuan për guximin dhe mënyrën si luftoi kundër një prej emrave më të mëdhenj të boksit modern. Shumë komentues vlerësuan faktin se ai nuk hyri në ring për të mbrojtur, por për të fituar. Por tani çfarë pritet? Pas kësaj ndeshje, Christian Prenga ka fituar diçka që nuk blihet me para.
vëmendjen e botës së boksit. Ekspertët besojnë se kjo paraqitje mund t'i hap dyert për sfida të tjera të rëndësishme, pasi tregoi se është në gjendje të rivalizojë me boksierët më të mirë të kategorisë. Edhe pse Anthony Joshua arriti të fitojë, shumë analistë janë të një mendimi se shqiptari doli nga ringu me reputacion shumë më të madh se sa kishte përpara kësaj sfide. Për Shqipërinë, kjo ndeshje do të mbahet mend si një nga momentet më të rëndësishme të boksit profesionist shqiptar. Christian Prenga nuk arriti të shkaktonte sensacionin e madh, por provoi se një sportist shqiptar mund të ngjitet në të njëjtin ring me legjendat e këtij sporti dhe t'i vendos realisht në vështirësi. Në fund, donse tabela e rezultatit shënoi fitoren e Anthony Joshuas, një gjë mbeti e qartë, emri i Christian Prengës nuk është më i panjohur. Pas një nate historike në Arabinë Saudite, ai u bë pjesë e diskutimeve të mediave sportive në mbar Europën dhe fitoi respektin e publikut, duke treguar se zemra dhe guximi mund ta çojnë një sportist nga një fshat i mirditës deri në skenën më të madhe të boksit botror. Por momenti nuk kaloi pa vënë as edhe nga mediat ndërkombëtare që kanë ndjekur nga afër eventin, edhe pse vëmendja kryesore ishte përqendruar tek ndeshjet dhe rezultatet në ring, pamjet e nënës së Christian Prengës duke përshëndetur Anthony Joshuan në një shtrëngim duarsh u komentua në një gest që pasqyron vlerat më të mira të sportit, respektin, mirësjelljen dhe humanizmin. Në një kohë kur rivaliteti në sport shpesh dominohet nga deklaratat provokuese dhe tensioni mes kundërshtarëve, ky moment solli një tjetër pamje të boksit profesionist. Mediat që mbuluan eventin e cilësuan skenën si një shembull të respektit që shkon përtej ringut, ndërsa shumë tifoz në rrjetet sociale vlerësuan edukatën dhe thjeshtësinë e nënës së boksierit shqiptar. Për Christian Prengën, prania e nënës në çdo hap të rëndësishëm të karrierës mbetet një burim i madh motivimi.